Bismillahirrahmanirrahim. Bamirësia ka shpërblim të madh. Sadakan Allahu e shton dhe sadakdhënësit përfitimet ja shumë fishon, gradat ja rrit dhe për këtë dëshmojnë shumë argument. Allahu i Madhërisht thot në Kur'an surën Hadid ajeti 18. Ata që japin lemosh e që japin Allahut një hua të mirë qofshin burra ose gra, do të shumë fishohet përfitimi dhe do të kenë një shpërblim fisnik. Ky ajet qartëson se kush jep sadaka nga burrat dhe gratë nuk dallohet në vlerë ndaj atij që sadakan e merr dhe sadakdhënësi. Kur jep në këtë rast nuk bashkëpunon me njerëzit, por ai me sadakan e tij jep hua Allahut dhe bashkëpunon drejt për drejti me Allahun. Ja ka stimulim më të mirë për të dhënë sadaka sesa ndjenja e thellë në shpirtin e atij që jep, se është duke i dhënë hua të pasurit e të lavdëruarit, do të bashkëpunojë me sunduesin e tokës. Dhe tëra të pasuri që shpenzon do t'i kthehet shumë fish dhe pas gjithë kësaj do të ketë një shpërblim fisnik. Allahu në një ajet tjetër thot: do t'i jap Allahut një hua të bukur që ai t'i rikthej shpërblimin shumë fish. Surja Bekare 245. Gjasasi Allahu më shirof duke sqaruar urtësinë, sepse Allahu lemoshën e quajti hua, tha: Allahu e quajti hua për ta forcuar meritën për shpërblim nga ajo vepër, pasi pas çdo huaje kompensimi është i merituar. Ibn Kaimi Allahu më shiroft sqaroi se sadakadhënësi kur e di se kapitali i tij do t'i kthehet prapë, dhe kjo është e patjetërsueshme, vetja e tij sadakan e jep vullnetarisht me vetë dëshirë dhe ka shumë më lehtë për ta nxjerrë. Andaj kur e di se ai që e kërkon huan është i pasur, bamirës dhe e kthen borxhin, kjo është më tepër. Ja shumë fishon veprën, ja shton zemërgjësinë, pastaj kur e di se ai që merr kërkon hua, bën tregti për të me borxhin që merr, investon dhe ja shton pasurinë derisa ti shumë fishohet ajo që ka dhënë. Atëherë jep edhe më lehtë. Shtoja kësaj edhe atë se kur e di se për skaj të gjithë këtyre përfitimeve i jep nga dhuntit e tij shpërblim tjetër, jo nga lloji i sadakas. Ai nuk e lë dhënien e huas asesi, por nëse ka smundje në veten e tij, si kopratësin apo mospasja besim në atë që i është garantuar, atij shëmbëllën atij që mbjell një kokër nga e cila dalin 7 kallëj, ku secili kallëj ka nga 100 kokra. Allahu ja shton shpërblimin edhe më tepër kujt të dëshirojë. Allahu është mirëbërës i madh dhe i gjithdijshëm. Surja Bekare ajeti 261. Ajo çfarë ndikon shumë që njeriu të stimulohet në dhënien e sadakas është se Allahu ja shton atij shpërblimin pa llogari, nga mëshira dhe furnizimi i tij, i cili nuk ka fund dhe kufi. Kurse prej haditheve që aludojnë në madhështinë e shpërblimit të sadakas, e cekim fjalën e të dërguarit të Allahut, paqja e Zotit qoftë për të, i cili tha: kush jep lemosh nga pasuria e pastërt dhe Allahu e pranon vetëm atë që është e pastërt. Vërtet Allahu e pranon atë me të djastën e tij, qoftë ajo edhe një hurm, ajo shtohet në dorën e Zotit derisa të arrijë madhësinë e kodrës, ashtu siç ndonjëri prej jush e rrit të voglin e kalit dhe të deves që sapo është ndarë nga xhiri nënës së vet. Sadakaja është fryt pune. Siç tha Ibn Haxheri Allahu mëshiroft, pra sadakaja është fryt pune. Pjella kafshës më së shumti ka nevojë për përkujdesje nëse është në atë moshë që sapo është ndarë nga xhiri nënës së vet. E nëse përkujdesja ka qenë e mirë, atëherë ajo do të arrijë shkallën e përsosmërisë. E njëjta vlen edhe për veprën e birit të Ademit, e në veçanti sadakan. Kur njeriu jep sadakan nga pasuria e pastërt e tij, Allahu nuk dalet së shikuari drejt saj, derisa të përfshijë cilësia e përsosmërisë e të përfundojë me shumë fishim. E deri në një mas saqë dallimi të jetë aq i madh, sikurse është cekur në hadith, si në mes të hurmës dhe malit, dhe me sa duket shpërblimi i madh përshkruhet për qëllim, e ka se vetë sadakaja rritet që të peshojë më rënd në peshore, apo mund të jetë edhe ajo se për qëllim e ka shpërblimin e saj të madh. Një hadith tjetër i dërguarit sallallahu alaihi wasallam thot: kush shpenzon nga pasuria e tij në rrugt të Allahut, atij i shkruhet 700 fish. El Mubarek Furi, Allahu mëshiroft, tha: ky është premtimi më i vogël dhe Allahu shton edhe më shumë më tepër për atë që do. Në një hadith tjetër që përcjell Ebu Mesud el Ensari, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, thot se një burrë erdhi me devën e tij dhe në të kishte kapistër dhe tha: këtë deve po e jap për hir të Allahut. I dërguari i Allahut tha: me të do t'i fitosh ditën e Kiametit 700 deve, të gjitha me kapistër. Aisha, Allahu qoftë i kënaqur prej saj, një ditë prej ditëve mbante rrush në duart e saj, ndërkohë pa një të mirë, kërkoi prej saj që t'i jap ushqim, e ajo ju drejtua njëri të pranishëm aty dhe i tha: merre një kalavesh dhe i jepja atij. Burri u habet dhe filloi të shikojë në Aishën, kurse ajo ja ktheu: po çuditesh sa të mira ishen në këtë kokër rrushi? Yahya ibn Muadh, Allahu e mëshiroft, tha: nuk di që një kokër peshon sa malet të dunjas përveç kur jepet si sadaka.